Në ambientet e provincës frangjeskane Zonë Nunciat në Shkodër, organizua promovimi i librit me të ri me poezi të Atë Pashë Gojçaj me titull Kohë në Shtjell. Aktivitetin mblodhi klerik, studiues, ardashës dhe miqtë të autorit, të cilët u njohin me krijimtarinë me të fundit të meshtarit nga Malësia Tuzit. Pjesëmarrësit vlerësuan kontributin Atë Pashë Gojçaj në kulturën dhe letërsinë shqipe, si dhe veprimtarinë e tij të pandërprer në shërbim të komunitetit. Tu nis nga titulli, edhe pse ke lënë 3 pika të vogla, të shtyn kurioziteti për me pasi do t'jetë ky titull, dhe ky titull është Kohë në Shtjell. Dhe nuk du të baj etimologjinë e fjalës, sepse shtjella është edhe vorbull nga njëherë. Po shtjella du të guxoj, si thot Padër Pashku nga njëherë, të guxoj të them që shtjella edhe të përpin, të thith, por shtjella edhe të naltëson nga njëherë. Sepse është kjo shtjell edhe të naltëson, dhe besoj se libri me poezi i Padër Pashkut është pikërisht me të përthith, me të fut në këtë libër për me të naltësu shpirtin, mendjen edhe zemrën. Për ne falënderes Padër Pashk që në këto poezi, në këto rreshta, në këto strofa na ke bërë të mujtën që të hyjmë, të thëllohemi, por edhe të lartësohemi. Me vullnetin dhe me nxitin e Padër Pashkut, po vijot prap botimi zonit Shtanor tashmë në Shkodër, me qendër në Shkodër. Sigurisht nuk u ndala me analizu veprën krijuese të Padër Pashkut, sepse e ka analizu profesor Antoni këtu i pranishëm dhe profesor Vincenzi të flas pikërisht mbi veprën e tij, por veç këtu solla një synor të përgjithshëm të jetës dhe të veprimtarisë së tij, si nderim për këtë ditë dhe si një kontribut në 70 vjetorin e lindjes. Pra këtë vit Padër Pashku ka pas 70 vjetorin e lindjes. Përfundim për të një poezi të Padër Pashkos, kushtu kohës që shpreh në mënyrë më të mirë punën e tij si meshtar, si krijues dhe si shkrimtar. Koha është hir, është lutje, është ballafaqim, është frymëzim, është mundësi që njëherë shfrytëzohet. Vetë autori u shpreh emocionuar për vlerësimet dhe u ndal tek puna gjatë deri kur këto poezi pan dritën e botimit. Por tematikat e poezisë sime, pse nuk e shpej vetin tepër, por kom si e shkruaj poezia për nisë fëmijë, kishim me kanë thënë libri i parë që është në gjuhën kroate, kushtuar Kroacisë, ku kurrituar për 11 vjet. Libri tjetër bashkë dy dancëtarë dhe takimi i kohëve që i kurrituan Tuzë në Malësinë e Madhe. Dhe pjesa e tretë është kjo këtu në Shkodër që janë tash 5 vjet. Zefi i di me thonë, Padër Pashku Shkodrën e ka debolet. Shkodrën e Shkodranëve, sidomos provincën tonë, e kemë dashur nëpërmjet fretëve, cilët janë rritë sonë, ku patreditori. Atë Pashë Gojçaj ka lindur në Malësi dhe prej më shumë se 4 dekadash, shërben si meshtari i urdhit frangjiskan, ka ushtruar detyra të rëndësishme kishtaren, mes të cilave famullitar në Kojë dhe Tuzë, guardiani i kuvendit frangjiskan në Tuzë, si dhe vikari i përgjithshëm i arkipeshqisë së Tivarit.